korridor në këtë kat janë dhomat e specialistëve. Po, këtu janë dhomat e specialistëve të cilët i përdorin për ekzaminime me pacientëve. Po. Domethënë bëhet vizitat specialistike, vlerësohet gjendja e pacientit, ku bëhen edhe ekzaminimet pak më të thjeshta që kemi diagnostike, që është ultrazoni, për shembull këtu kryesisht e përdorin ultrazonin. E patëm në anën tjetër, po e kaluam edhe pjesën e kardiologjisë, për shkak se kishte pacient nuk u futëm aty. Në kardiologji, po e theksoj kardiologjinë me qëllim që në këtë spital bëhen të gjitha ekzaminimet e nevojshme kardiologjike, duke filluar prej vizitave kardiologjike, ergometrisë, ultrazoni i zemrës, EKG, edhe koronarografia. Domethënë, në këtë kat i bëjmë këto metodat jo invazive për kardiologji, domethënë EKG, ultrazo edhe ergometri. Domethënë bëhet një vlerësim i pacientit që a ka nevojë për vazhdim të ekzaminimeve kardiologjike matutje. Nëse këto ekzaminime tregojnë që pacienti ka nevojë për ekzaminime matutje, siç është koronarografia, atë koronografinë i kemi poshtë, të cilën do ta shohim ndërkohë.